Qyteti i Prizrenit ka bashkuar pas 136 vjetosh nga lidhja historike e 10 qershorit të 1878-ës, qeveritë e 2 shteteve shqiptare, atë të Kosovës dhe Shqipërisë, për të shkuar drejt qytetit të parë që ndan kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ministrat shqiptar me kryeministrin Edi Rama kanë udhëtuar me autobus në rrugën e Kombit, një gest ky simbolik që për herë të parë ka çuar gjithë stafin e qeverisë shqiptare drejt Prizrenit, atje ku i prisnin ministrat e kabinetit qeveritar të Hashim Thaçit. Mbledhja është çelur në orën 11 nga mikpritësi, kryeministri kosovar Hashim Thaçi në Hotel Theranda, për të zhvendosur më pas në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama u kujdes të sqarojë të gjithë ata që i friksohen ndonjë pretendimi territorial. Nëse mbledhja e përbashkët e dy qeverive të një kombit shtrirë në 2 shtete bëhet arsye trembjeje, apo nga ana tjetër inkurajimi për çdo që ka shqetësime në lidhje me vijat kufitare, dua ta them kryekreje, kthjellë dhe fort se kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës është për ne shumë i qartë dhe i patjetërsueshëm. Ndërsa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shprehu vlerësimet e tij për këtë ngjarje të madhe, duke i shprehur mirënjohje qeverisë shqiptare për kontributin në pavarësinë e Kosovës. Kjo mbledhje e dy qeverive tona në këtë vend të shenjtë të zanafilës e rilindjes kombëtare shqiptare është një dëshmi dhe respekt ndaj heronjve tanë të përjullave të ndryshme se mundi, djersa, gjaku i dëshmorëve po respektohet. Nuk ka asnjë dyshim se shpallja pavarësisë e Kosovës, procesi shtetëndërtimit dhe përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare shënon arritjen më të madhe në historinë e 2 shteteve tona. Kjo nisëm është konkretizuar me nënshkrimin e deklaratës për bashkëpunim dhe partneritet strategjik ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, e cilësuar nga të dy kryeministrat si piknisje e një rrugtimi të ri. Deklarata e përbashkët mbështetet në 4 shtylla kryesore: bashkëpunimin në fushën e politikës jashtme dhe të sigurisë, çështjet e brendshme, ekonomia, arsimi e kulturës bashku. Është guri i themelit një strategjie të përbashkët për hartimin, miratimin dhe zbatimin e politikave të përbashkëta. Dokumenti i përbashkët është po ashtu konfirmim i vullnetit tonë për të forcuar dhe thelluar marrëdhëniet me aleatët dhe partnerët tanë të mëdhej strategjik, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, si dhe i vullnetit tonë për të bërë përçus të një modeli të ri bashkëpunimi dhe zhvillimi përmbar rajonin. Mbledhja e radhës e dy qeverive shqiptare do të zhvillohet në qytetin bregdetar të Vlorës mes muajit maj dhe qershor.